Qendra e Kulturës Bashkia e Vlorës ka përgatitur një ser aktivitetesh të larmishme me rastin e festave të nëntorit. Tashmë kemi hyrë në javën e aktiviteteve, ndërsa jeta kulturore dhe artistike po gjallërohet dhe ku qytetarët po bëhen pjesë e tyre. Aktivitetet startuan një ditë më parë në kineman e qytetit, ku u shfaq dokumentari kushtuar Kongresit të Manastirit me rastin e ditës së alfabetit. Drejtoresha e Qendrës Kulturore të Bashkisë Vlorë, Angela Kaplani, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, tha se do të ketë gjithashtu një ser aktivitetesh të rëndësishme. Një prej tyre është edhe nëntori në Telajo, një ekspozitë që do të qëndrojë hapur në Galerinë e Arteve në Vlorë pranë Pallatit të Kulturës deri më datën 30 nëntor. Ndërsa nuk do të mungojnë as aktivitetet të tjera, sikundër është edhe kinemaja e qytetit, aty ku do të shfaqen për shkollat 9-vjeçare të mesme filma shqiptar e në veçanti filmi Nëntori 2. Qendra Kulturore Bashkia e Vlorë tashmë ka startuar me aktivitetet e festave të nëntorit. Ne kemi vënë në dispozicion për gjithë spektatorët dhe ardashtit e qytetit të Vlorës një kalendar zyrtar të kushtuar këtyre festave. Kemi startuar dje në kineman e qytetit me një dokumentar kushtuar Kongresit të Manastirit, ditës së alfabetit. Ndërkohë kemi vënë në galerinë e qytetit dhe një ekspozitë me fondi i galerisë Nëntori në Telajo. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur për të gjithë ardashtit e qytetit të Vlorës nga data 20 deri në datën 30 nëntor në 2 orare, ora 9:01 dhe ora 16:20. Ndërkohë, në kineman e qytetit në datën 25 dhe 26 nëntor në 3 orare, ora 10, 12 dhe ora 16 do të vihet për të gjithë shkollat e qytetit, shkollat 9-vjeçare dhe të mesme, filmi Nëntori i 2. Në Galerinë e Arteve është hapur tashmë Nëntori në Telajo, kushtuar festave të nëntorit. Një ekspozitë kjo nga fondi i vet galerisë që do të qëndrojë hapur deri më datën 30 nëntor. Sipas kuratores së Galerisë së Qytetit, Ermelinda Xhebro, pjesa më e madhe e këtyre pikturave janë nga piktorët vlonjat dhe ato i përkasin viteve 40 deri në vitet 80. Sapo kemi çelur ekspozitën Nëntori në Telajo, është një ekspozitë nga fondi i galerisë. Ftojmë të gjithë qytetarët deri në datën 30 nëntor që të marrin pjesë dhe ta vizitojnë galerinë e qytetit. Në kuadër të festave të nëntorit, ne mundësuam përzgjedhjen e disa pikturave, pjesa më e madhe janë nga piktorë vlonjat. Ato variojnë nga vitet 40 deri rreth viteve 80. Drejtoresha e Qendrës së Kulturës në Bashkinë e Vlorës Angela Kaplani, gjatë intervistës së dhënë për televizionin 6+1 Vlora, foli edhe për shumë aktivitete të tjera, të cilat do të zhvillohen në këto ditë. Një prej kulmeve të këtyre organizimeve nga Qendra e Kulturës do të jetë në datën 29 nëntor, ku në orën 18 do të zhvillohet në sheshin Flamurtari pranë stadiumit aktiviteti Jeona e Festës së Pavarësisë, që do të mbledh bashk të gjitha forcat artistike të qytetit, ndërsa nuk do të mungojnë as aktivitetet në muzeun historik. Qendra e Kulturës do të vijojë aktivitetet në datën 27 në sheshin Flamurtari para stadiumit dhe do të kemi një koncert artistik, një event që do të organizohet me gjithë forcat artistike të qytetit të Vlorës. Titulluar Jeona e Festës së Pavarësisë, që do të mbahet në datën 27 nëntor ora 18. Në datën 28, në Muzeun Historik të qytetit të Vlorës do të mbahet udhëtimi i veprimtarisë së qeverisë të Vlorës, dokumenta të çlirimit të Shqipërisë. Në datën 29 nëntor, po në Muzeun Historik do të mbahet dokumenta artefakte të çlirimit të Shqipërisë. Drejtuese e Qendrës së Kulturës në Bashkinë e Vlorës Angela Kaplani ka edhe një ftesë për qytetarët që të bëhen pjesë e këtyre aktiviteteve. Ftojmë gjithë qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm të bashkangjiten aktiviteteve të festave të nëntorit, pasi është një program vërtet i larmishëm që Bashkia e Vlorë ka vënë në dispozicion për të gjithë qytetin. Qendra e Kulturës Bashkia e Vlorë synon të gjallërojë jetën artistike dhe kulturore të qytetit, ndërsa në kuadër të festave të nëntorit do të kemi një javë të ngjeshur me aktivitete ku ftojnë qytetarët të bëhen pjesë e tyre.